Përshëndetje. Jetojmë në një epokë kur gjithçka është e menaxhueshme me 2 klikime. Ushqimi vjen në derë për 20 minuta, filmat që duam i shikojmë kur të duam në çast, porositë ose pakot që ne marrim online vijnë më shpejt se fatura e dritave, e të tjera e të tjera. Në këtë botë ku pritja është bërë fyerje dhe durimi konsiderohet pa aftësi, nuk është për t'u habitur që shumë njerëz presin nga terapia psikologjike të funksionojë ashtu si një gjel që vendosin mbi një plag, kur aplikohet edhe në plagët e vjetra shërohen menjëherë. Por realiteti psikik nuk funksionon kështu. Dhe ky është një nga shkaqet kryesore pse shumë individ, pavarësisht se vuajnë gjatë, nuk përfitojnë dot nga terapia. Jo se terapia nuk funksionon, përkundrazi, efektet e saj janë të dokumentuara në qindra studime shkencore, por sepse mënyra si hyjnë në të është konsumiste, se sa kurajoze. E para, pritshmëritë magjike. Kam 17 vjet që vuaj nga ankthi, a mund ta kaloj këtë me 2 seanca? Ky është një version i përkthyer të themi i pyetjes së heshtur që shumë klientë mbajnë brenda vetes tyre. E mbajnë në heshtje sepse e dinë që tingëllon jo realiste, por emocionalisht shpresojnë në të tërë qenien e tyre. Dhe shpesh nuk ndodh mrekullia e premtuar në kokën e tyre, ata zhgënjen, fajsojnë terapistin, ose dalin nga terapia me konkluzionin nuk funksionon për mua. Haroje. Imagjinoni njëri që për 20 vjet ka jetuar me mendimet të vetë sabotimit, me ndjenjen e fajt, frikë nga afërsia me njerëzit, mungesa e vlerësimit dhe trauma të pashprehura. Pastaj shkon në një terapi me 55 minuta, apo dhe një orë ta lëm, del jashtë duke pritur që bota të jetë e ndritshme edhe të ike ajo bara nga gjoksi i tij. Por e kuptojnë që gjërat janë po aty. Dhe thot, më fal, por nuk ndjej ndonjë ndryshim. Kjo është e njëjta gjë si të shkosh te dentisti me një dhëmb apo dhëmball të kalbur, për shkak të 15 viteve që se keni larë, dhe të kërkosh që dhëmbi të shndrit jetë i bardhë në një seancë. Apo më keq, të pyesësh pas 10 minutash në karrige, sa kohë do të zgjas ky proces? Me nervozizëm. E dyta është terapia është një maraton, jo një sprint. Një nga keqkuptimet më të mëdha rreth terapisë është se ajo duhet të bëjë të ndihesh mirë. Në fakt, terapia në fillim mund të bëjë të ndihesh më keq, sepse ngrenë në sipërfaqe gjëra të dhimbshme, që ishin të fshehura ose të shtypura. Kur një person fillon të kuptojë që mënyra si është sjellë gjatë jetës ka qenë mekanizëm mbijetese dhe jo zgjedhje lirë, nuk ndjen qetësi, ndjen ankth, trishtim, madje dhe revolt. Shumë klientë në këtë pikë të procesit ndalojnë. E braktisin terapin pikërisht kur ka filluar të funksionojë, sepse nuk kishin parashikuar që çlirimi shpirtëror kërkonte përballje dhe jo vetëm fjalë të ngrohta. E treta, këshillom edhe ik. Janë këta konsumatorët emocional. Ka një kategori klientësh që nuk vinë për terapi, por për këshillim të shpejtë. Ata duan një zgjidhje, një recetë sjellje të menjëhershme. Të njëjtë njerëz shohin videot, për shembull, 5 minuta të kalosh ankthi në YouTube, dhe ndjen të zhgënjur kur akoma janë në ankth pas 7 minutash. Terapia psikologjike nuk është konsulencë teknike. Ajo nuk funksionon. Bëj këtë, mos bëj atë. Ajo kërkon procesin e brendshëm, reflektimin, vëzhgimin, ndonjëherë dhe qarje, ndonjëherë dhe heshtje të gjatë. Ka klientë që thonë, po çfarë të bëj unë atëherë? Dhe terapisti i thotë, nuk ka një përgjigje, por është një proces për të zbuluar. E katërta, frika nga ndryshimi. E njohura është më rehat se e shëndetshmja. Një tjetër pengesë është frika e nëndërgjeshme që po të ndryshoj do mbas veten time. Shumë njerëz janë kaq të identifikuar me ankthin, me ndjenjen e viktimës dhe mosbesimin apo egon e tyre, sa që çdo sugjerim për të liruar nga këto përjetohet si kërcënim dhe largohen.
Ndaj terapia shpesh refuzohet me sjellje. Klienti nuk vjen. Vonohet e harron orarin. Thotë se nuk po ndjen ndonjë efekt, ose thjesht shëron emocionalisht ose pret që terapisti të bëjë mrekulli me një klient që nuk lëshon pe. 5 shembull ironik që të ngjall dhimbje, po edhe të qeshur. Magjia e 60 minutave, do të thosha. Një grua hyn në seancë me një histori të dhimbshme, të komplikuar psikologjike, me marrëdhënie të dështuara, që nga mosha 17 vjeç. Në fund të seancës së dytë thotë: "Më fal, po më duket se nuk jam mirë akoma. Ndoshta nuk kemi përshtatur njëri me tjetrin." Dhe terapisti e pyet: "Po çfarë prisje të ndodhe pas 2 seancash ti?" "Nuk e di, më shumë qetësi, më pak tension, më shumë kontroll." E nderuar, dhe burrat që të kanë thënë të dua, ta kanë thënë ditën e tretë. Dhe s'dolën të vërtet, apo jo? Pse unë do të jem më i shpejt se ata? Se bëj dot. 6. Terapia si akt i guximshëm, jo për të doptit, po për ata që janë të kurajshëm. Është ironi, dhe akoma ekziston një paragjykim, se njerëzit që shkojnë te psikologu janë të dobët. Në fakt, më të dobtit janë ata që fshihen pas shmangjes, pas agresionit, ose mendjematësisë. Të shkosh në terapi, të flasësh për veten, të pranosh se ke nevojë për ndihmë dhe të përballesh me veten, është akt heroizmi modern. Mbajeni mend këtë. Dhe hiqeni nga mendja e kokës se ju jeni të çmendur. Ju keni nevojë për shërbim ashtu siç ka nevojë shërbim një makinë, ashtu siç ka nevojë çdo aparat tjetër. Ne edhe konsumojmë, ne edhe lodhemi. Terapia nuk është vetëm për të ndier mirë, është për të bërë më i vërtet. Dhe ky proces, si çdo gjë me vlerë, kërkon kohë, përkushtim dhe durim. E 7. Si ta ndihmosh veten që terapia të ndihmojë? Shko në terapi pa agent të fshehur. Tregohu i sinqert, jo për të marrë hak ndaj prindërve, as për të dëshmuar se ke të drejtë, por për të shëruar veten. Je i durueshëm? Disa plak duan kohë që të flasin dhe të shërohen. Mos kërko perfekcion nga terapisti. Ai nuk është guru, por udhërrëfyes. Puno dhe jashtë seancës. Terapia nuk është vetëm një orë në javë, por është një stil reflektimi, i ri sigurisht, për të gjithë jetën tënde. Dhe në mbyllje do të thosha, mos prit të korrësh brenda një ore atë që ke mbjell një jetë të tërë. Nëse e ke ushqyer veten me frikë, faj, turp dhe ndëshkim për dekada me radhë, mos kërko që në një seancë të vetme të bësh pastrimi shpirtëror. Jeta e brendshme nuk është makinë për servis. Ajo është një kopësht që ka nevojë për dëmshuri, për kushtim dhe mirëkuptim afatgjatë. Terapia është mundësia më njerëzore për të rilindur veten dhe jo me shpejtësinë e një mikrovale, por me ritmin e një njeriu që në fund ka vendosur të ecë drejt dritës. Dhe kjo për fat të mirë nuk ndodh brenda 60 minutave. Miq, këto do të thosha në këtë video. Nëse keni dëshirë, mund të bëni dhe komentet tuaja kur keni shkuar te një psikolog, por megjithatë, unë do të lutesha të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që unë hedh her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshim.